Këshill për ata që friksohen nga xhindët. Frika dhe vesveset që i kaplojnë disa njerëz nga bisedat për xhindët, sihirin, shejtanët e kështu me radhë, është treguesi i imanit të dobët dhe të lohatshëm të tyre. Kur Allahu di e plot e përmend shejtanin, thotë: "Është shejtani, ai që i friksoni thtarët e vet. Ju mos ju friksoni atyre, por friksohuni prej meje nëse jeni besimtar." Surja Ali Imran 175. Allahu i lartësuar po na njofton me kategorinë që friksohet prej iblisit, xhinve, sihirit e të tjerë, e përballë këtyre, kategorinë që i mbështetet Allahut fuqiplot. Besimtarët e mirëfillt janë të bindur se Allahu nuk i ka dhënë pushtet shejtanit e as ndjekësve të tij, mbi njerëzit që i mbështeten Allahut të lartësuar. Kur iblisi, i bari shejtanëve, është betuar kundër bijve të Ademit, siç Allahu di e plot e përshkrua në fjalën e tij hyjnore, ka thënë: "Zoti im, për shkak se më çove në humbje, unë do t'u zbukuroj atyre, njerëzve, rrugën e gabuar në tokë dhe të gjithë do t'i shpije në mashtrim, përveç robërve të tu të sinqert." Surja Hijr 39:40. Pra më njëherë pas betimit për armiqësi, sjell përjashtimin përveç robërve të tu të sinqert. Por kush janë këta? Janë robërit që e njohin Allahun e Madhërisëm si Zotin e tyre të vetëm, tek i cili duhet mbështetur, të cilit duhet i druhen dhe tek i cili duhet të shpresojnë, e pas kësaj realizojnë sebepet, shkaqet legjitime të përcaktuara në librin e Allahut dhe fjalët e dërguarit alayhis salam për të ruajtur nga shejtanët, xhindët dhe kurthet e tyre. Në anën tjetër, nëse dikush bie në ndikimin e frikës prej tyre dhe kjo i shndërrohet në pesvese, i tillë duhet ta rishikojë imanin e vet, të di se në cilin tabor është të radhitur, pra është në radhët e besimtarëve të mbështetur në Allahun fuqiplot, përveç të cilit askujt nuk i friksohen, apo është në radhët e ndjekësve të djajve, të cilëve ua kanë frikën dhe u druhen, prandaj kjo punë paraqet një rrezik të lartë. Rreziku vazhdon të rritet kur kjo kategori njerëzish fillojnë të kenë frikë prej shejtanëve dhe xhindëve, më shumë se sa prej Allahut të lavdi plot. Nuk po promovojmë ballafaqimin apo mos realizimin e sebepeve. Përkundrazi, sebepet sheriatike i realizojmë ashtu siç na është kërkuar, por pa asnjë pikë frike në zemrat tona prej djajve, nga se kemi Allahun, më të mirin mbrojtës. Allahu i lartësuar thotë: "Kjo për shkak se Allahu është mbrojtësi atyre që besojnë, kurse për mohuesit nuk ka mbrojtës." Surja Muhammed 11. Përmes frikës që iblisi dhe ushtarët e tij e fusin tek njeriu, synohet që robërit të pengohen nga veprat e mira. Nëse ka qenë besimtar i sinqert dhe ka kontribuar në përhapjen e fjalës së Allahut, me këtë frikë mundohen t'ia largojnë vullnetin për davet, por nuk ndalen me kaq. Me të njëjtin mjet, ata synojnë të ndalin në robin dhe nga ibadetet apo adhurimet, po e arritëm këtë, nuk pushojnë pa e quar robin edhe në shirk. Megjithatë, dorëzimi ka shqetyre asesi nuk guxon të jetë alternative besimtarit, nga se një gjë e tillë nënkupton pranim të disfatës. Vallë, kush ka mundësi të mposhtë atë që është strehuar në mbrojtjen e fuqiplotit? Duke i pasur parasysh të gjitha këto, nëse je besimtar i mbështetur në Allahun e Madhërisëm, kurse si mos u frikso, kurse si mos u lëkund, kurse si mos prano vesvese të tilla, mbrapa të cilave qëndron largimi nga veprat e mira, largimi nga përhapja e fjalës së Allahut dhe nga jetësimi i sunetit të profetit Fisnik alayhis salam. Pra, duhet ta rishikojmë besimin apo imanin ton. Ta kuptojmë se që nga momenti i ardhjes në këtë botë, jemi në ballafaqim të vazhdueshëm me këtë kundërshtar, armik të përbetuar të babait ton Ademit alayhis salam dhe gjithë njerëzimit. Allahu di e plot ka thënë: "Djalli është armiki juaj, ndaj konsiderojeni armik." Surja Fatir 6. Me të nuk kam miqësi. Në momentin që i tolerojmë vesveset e tilla, kemi pranuar të ndërtojmë raporte miqësore me djallin. Prandaj të ballafaqohemi me krenari duke pasur mendim pozitiv për Allahun, të mbështetemi atij dhe të realizojmë sebepet e legjitime, të mos zbrapsemi nga fronti betejës së nisur qysh moti, që nga koha e Ademit alayhis salam, e që nuk do të përfundoj pa përfunduar iblisi dhe ndjekësit e tij në zjarrin e xhehenemit, kurse besimtarët në xhenetin e Zotit bujar me mëshirën e tij. Allahun fuqiplot e lusim të na ruaj nga iblisi dhe të mbështetemi vetëm atij, të plotfuqishmit, Zotit të gjithësisë. Amin.